Tu ngjatjeta uroj të jeni mirë. Më një herë pas fitores spektakolare të kombëtarës shqiptare mbrëm kundër Serbisë 1-0, na vjen përballë një pyetje e rëndësishme në formën e stuhisë, e cila na ngacmon shpirtërisht, mendërisht dhe intelektualisht. Kam dëshirë sot mos flas për futboll, por do të flas për psikologjinë e identitetit kolektiv të shqiptarëve. Jemi në një moment shumë të rëndësishëm në të cilin i gjithë populli po festojnë për fitoren e një ndeshje. Kështu kemi bërë vazhdimisht, ne festojmë, gëzohemi shumë kur feston kombëtarja e shqiptarëve dhe futbolli është e vetmja mënyrë që ne na bën të gëzojmë, por ne sot do të ndalemi, do të përpiqemi të kuptojmë shkurtimisht pse ne reagojmë vetëm me ngjyrat, përse ne reagojmë vetëm me kombëtaren dhe përse është e nevojshme që të kemi një armik që ne të kujtojmë se kemi atë dhe kemi një popull dhe kemi një kombë. Nëse një popull mund të ndezë gjithë Europën për një ndeshje, mundet edhe të rindërtoj kombin e tij nëse do dhe nëse vendos. Ne sot duhet kuptojmë se përse kur lëviz topi bashkohet dhe zgjohet i gjithë kombi, por kur shitet atë dheu dhe kur shitet toka nuk lëviz askush. Një popull i cili mund të zgjojë dhe mund të rondisë Europën me një ndeshje të vetme, mundet edhe ta rindërtojë shtetin. Por ne duhet mësojmë si të festojmë dhe duhet kuptojmë energjinë tonë, energjinë e shqiptarëve, dhe këtë do ta bëjmë vetëm kur të zhvishemi nga emocionet e pashoqëruara nga intelekti. Ç'do të thotë kjo? Njeriu është qenie emocionale dhe qenie racionale. Shpesh herë racio e tejkalon emocionin dhe ky është rasti i genialitetit apo i rasti i filozofisë së çmendur, që do të thotë njeri racional gjithkohës që nuk emocionohet, ky është njeri që tenton të jetë i çmendur apo njeri i cili vuan përgjithsisht. Këtë shohim tek psikologjia e Dostojevskit për shembull, i cili vazhdimisht flet për dhimbjen, flet për përjetimet e tij të dhimbshme, flet se sa e tmerrshme është që të dish shumë, flet se sa e tmerrshme është të përballesh me shtazën e cila nuk kupton, shtazën e cila jeton vetëm për të ngrënë, për të shumuar dhe për të bërë seks apo për të bërë qef. Kjo psikologji e dhimbjes është edhe tek Dostojevski, edhe tek shumë shkrimtar, përgjithsisht ata që merren me letërsi, dhe ka qenie emocionale e cila vetëm feston, vetëm gëzohet, reagon me instikte, reagon vetëm në raste të caktuara, dhe ne duhet të përpiqemi të kuptojmë pra psikologjinë e identitetit kolektiv të shqiptarëve. Do doja të ndalem sot për të gjithë ata të cilët kanë interes. Ka një shqetësim të madh nga ata që nuk kanë interes për këtë dritare, nuk kemi ç'ju bëjmë, ata që nuk e pëlqejnë shohin diçka tjetër, ne po bëjmë një punë që duhet ta bëj kushdo dhe duhet ta bëj çdo kush që mundet. Sfida më e madhe e shqiptarëve është të arrijmë të prodhojmë shqiptarin i cili ka vetëdije dhe ka fuqi intelektuale për të menduar, pra për të përpunuar informacionin dhe të gjitha ngjarjet që i vinë nga jashtë. Futen brenda, përpunohet ngjarja në tru, në procesin e mendimit dhe pastaj krijohet reagimi i njeriu. Më pas nga reagimi i njeriu kalojmë në reagimin kolektiv. Të gjithë e bëjnë këtë pyetje, përse ne shqiptarët reagojmë vetëm me ngjyrat, përse ne gëzohemi vetëm kur ka ndeshje kombëtare, përse ne nuk marrim përgjegjësi për të ndërtuar të njëjtin organizim, përse shqiptarët nuk bashkohen përveç se në stadium dhe përse janë të përçarë jashtë stadiumit. Ne duhet të përpiqemi të kuptojmë gjithashtu a do ta donim ne realisht Shqipërinë po të mos kishte fare Serbi, po sikur Serbia të mos ekzistonte, po sikur ne të mos kishim armiq fare, dhe të ishim si këto vendet e Europës, vendet e Beneluxit, ku gjithë njerëzit e kanë gjithkohës në terezi, njerëzit janë, sigurisht ka pat luftra përpara në Europë, janë therë e janë pre,
me 10 miliona njerëz janë vrarë, por ata te i kalun fazën e luftës tani kanë vendosur me jetu me atë stilin e vet, me qetësinë e vet, me lopët, me barin, me delet, me mirëqenie sociale, popujt bashkëveprojnë, hecin pa kufi, hecin me pasaportat, jetojnë në Bashkimin Evropian, janë këto vendet e skandinave gjithashtu, ka probleme, ka dhe të mirat e veta, por ne si shqiptar duhet kuptojmë se ku është mangësia jonë dhe përse ne nuk ja dalim që këto energji të jashtëzakonshme, të cilat i kanë shqiptarët, dhe këto festa të jashtëzakonshme që i bëjnë, të cilat tregojnë dhe shprehin në një farë mënyre dashurinë e tyre të madhe për identitetin e tyre kombëtar, për kombin, për ngjyrat e flamurit. Dhe duhet të kuptojmë si ta transferojmë, cilat janë mënyrat nëpërmjet të cilave ne mund të transferojmë shqiptarin nga një qenie e cila lëviz dhe reagon për futboll, për ngjyrat e flamurit dhe për topin, si të reagoj për kombin dhe për shtetin e vet, në mënyrë që të transferohen në një komb i vetëdijshëm. Lufta jonë sot është lufta dhe e vetëdijes. Ndaj dhe unë kam përgjigje për gjithë ata të cilët nuk e pëlqejnë praninë time, sepse kanë dhimbje të tmerrshme në gjoks. Unë po bëj një betejë dhe kjo që po bëj është punë, është luftë. Beteja jonë është beteja e vetëdijësimit. Ne nuk kemi luftë me topa sot. Ne nuk kemi armë. Ai popull që nuk posedon armë bërthamore, ka thonë Charles de Gaulle, generali Charles de Gaulle, përjeton vetëm iluzionin e lirisë. Ne sot kemi një betejë të vetme që mund ta fitojmë. Ne jemi popull i vogël, bëhemi 6-7 milion këtu në Ballkan, ja 10 milion. Ne nuk kemi armatime, ne nuk kemi fuqi ekonomike të jashtëzakonshme, kemi pasuri, por kemi shumë tradhti kombëtare dhe politike e cila po na e shet fuqinë tonë dhe po na shndërron në një popull endacakësh të cilët po i hipin aeroplanit dhe po largohen nga trojet e tyre për t'i hapur rrugë dominancës popullsive alternative në rajon. Të gjithë ata që shqetësohen duhet kuptojnë se ne nuk e fitojmë dot këtë betejë pa fituar betejën e vetëdijësimit. Ne duhet të ndihmojmë shqiptarët të kuptojnë proceset e tyre emocionale dhe proceset e tyre inteligjente, proceset intelektuale. Përse ne nuk kemi fuqi të bashkohemi në tokë dhe përse ne bashkohemi vetëm stadium. Është pyetje e madhe kjo, është pyetje ekzistenciale. Përse duam njëri tjetrin vetëm kur bëjmë gol? Sigurisht kjo ka shumë arsye, ka shumë prapaskena të mëdha, ka shumë si ta themi shkaqe dhe arsye jashtëzakonisht komplekse, lidhen me historinë, lidhen me të shkuarën, lidhen me të tashmen, lidhen me të ardhmen, lidhen me kulturën tonë kolektive, lidhen me identitetet tona kolektive, lidhen me identitetet tona komplekse, lidhet me bajraktarizmat tona, lidhet me klanet tona të vogla. Pse shqiptarët e kanë të vështirë që të organizohen mbi bazë kombi, por nuk organizohen përveç se mbi bazë lagje, fisi, klani, apo i forti i shtëpisë, i forti i lagjes, i forti i katundit. Përse ne nuk guxojmë të dalim në një përmas më të madhe se kaq? Këtu ka shumë arsye, ka arsye jashtëzakonisht komplekse. Një, sepse ne shqiptarët përgjatë historisë kanë qenë gjithkohës të pushtuar. Pra, ne nuk kemi qenë asnjëherë popull agresiv që ka pushtuar të tjerët. Ne kemi qenë gjithmonë në qendrim mbrojtje. Që do të thotë, kjo ka kriju për ne që ne jemi gjithkohës nën efektin e traumës historike. Trauma historike është ajo e cila përgjatë shekujve të gjatë, duke qenë gjithmonë dhe vazhdimisht të pushtuar nga fuqitë huaj, Romakët, Bizanti, Osmanët, lufta parë botërore, lufta dytë botërore, pushtimi komunist dhe pushtimi i tranzicionit 34 vjet ishte pushtim i shqiptarëve nga një kast thellësisht anti-shqiptare, thellësisht agresive ndaj popullit vet. Ky lloj identiteti
është krijuar në trysnin e këtyre shekujve dhe në trysnin e këtyre ngjarjeve historike, të cilat kanë krijuar trauma psikologjike, trauma kulturore që e vendosin shqiptarin në mbrojtje vetëm të gardhit të vet, në mbrojtje vetëm të shtëpisë vet, të klanit të vet. Dhe ne e kemi shumë të vështirë të duam atë që është i joni, por nuk është gjaku jon, nuk është nga lagja jon, nuk është nga qyteti jon, nuk është nga katundi jon, por është një fis tjetër, është një lagje tjetër, është një katund tjetër. Unë mbaj mend që kur ishim fëmijë në lagje në Durrës, fëmijët e kësaj lagje bënin luftë me shpata druni me fëmijët e lagjes tjetër dhe kishte një urrejtje të jashtëzakonshme. Kemi një ndarje dhe përçarje të frikshme krahinore, Lab, Geg, Tosk, Çam, Rom, Malok, Malsor, Verior, kemi nga çdo lloj, për çdo lloj fisi, për çdo lloj krahine të Shqipërisë kemi nga një epitet. Këta janë hajdut, këta janë mashtrues, këta janë kështu, këta janë ashtu, këta janë të trash, këta nuk mbushin, këta nuk kuptojnë, këta janë të poshtër, këta nuk bëhet krushqi, këta të therin natën të qajnë ditën, këta të vrasin natën të qajnë ditën, kështu çamët, kështu jugorët, kështu veriorët, kështu dursakët, kështu tironësit, kështu kosovarët, edhe brenda Kosovës Pejani, kështu Gjakovari ashtu, ky është Koprac Gjirokastriti, Koprac Gjakovari, Koprac. Pra nuk kemi lënë gjë pa shpik edhe pa shpif për njëri tjetrin, sepse ne jemi shoqëri që vijnë nga trauma historike. Dhe ne duhet ta kuptojmë që ne si shqiptar këtë energji dhe këtë dashuri që kemi për kombin ton dhe për dheun ton dhe për Shqipërinë ton, të cilën e manifestojmë në mënyrë spektakolare në një ditë futbolli, duhet ta kuptojmë, ta përthithim dhe të fillojmë të reagojmë pak më ndryshe me njëri tjetrin, me ngjarjen dhe me lumturinë. Pse shqiptarët bëjnë namin kur një top futet në rrjet tek goli i kundërshtarit, tek porta e kundërshtarit, por ne nuk reagojmë? Kjo ka shumë arsye, unë do ju rëndis më kryesoret, sepse duhet ta kuptoni kurthin dhe duhet ta kuptoni arsyen e traumës. Ka disa arsye kryesore. Reagojmë në stadium dhe nuk reagojmë në shtet. Pra reagojmë për flamurin e stadiumit dhe të kombëtares, por nuk reagojmë për flamurin e shtetit. A dini përse? Sepse flamuri i kombëtares dhe gëzimi për ndeshjen e futbollit nuk na vesh me përgjegjësi. Ke mundësi për të gëzu, ke mundësi për të egzaltuar, ke mundësi për të lumturuar, ke mundësi për të kënaqur, ke mundësi për të prodhu dhe për të përjetu shumë adrenalin, por nuk ke përgjegjësi të tjera. Pse? Sepse ti nuk ke impenjim. Impenjimi është vetëm 3 orë. Që do të thotë, ne jemi pakës dembel, që do të thotë ne kemi nevojë për kënaqësi dhe lumturi të cilat nuk vinë si pasojë e një impenjimi të gjatë. Që do të thotë, ne bëhemi gati, vishemi në orën 4 masdite, veshim fanellën kuqezi, shkojmë atje, bëjmë gati kapelet, bëjmë këto, shkojmë ke qoftet, ke bira, ke kjo, marrim një pim ca shishe birë, pim në një gotë verë, presim ndeshjen, dalim atje, luftojmë, shohim, po na zhgënjyn, dalim bëjmë statuse humoristike në futboll, ne s'bëhemi kur, ne jemi popull kot, ne kështu e ham golin për herë minutë fundit, ne jemi të paaft, ne jemi dorëzum, po jo u shit neshja, po e shiti federata e futbollit, po e shitën futbollistët. Kjo është e para. E dyta, që është shumë e rëndësishme, është se ne nuk duam përgjegjësi. Ne kemi frikë nga përgjegjësia dhe përtojmë të marrim përgjegjësi. Futbolli nuk ka asnjë përgjegjësi. Fitum, gëzohemi. Nuk fitum, dolëm dhe bëmi piknik, pim ca bira, hëngrëm qofte, pam ndeshjen dhe u kthym në shtëpi, vazhdojmë ritualin tonë. Futbolli sjell gëzim, por nuk ka penalitet, nuk ka përgjegjësi politike. Pra, ti ose gëzohesh nëse fiton kombëtarja, por nëse humb kombëtarja, ti nuk humb para.
Kurse kur angazhohesh për atë dhellën dhe për kombin dhe për Shqipërinë, ti do mërzisësh partinë, ti do mërzisësh Edi Rama, ti do mërzisësh sektin e rilindjes në Shqipëri, ti do mërzisësh kryeministrin, pra ti do të rrezikosh rrogën, ti do të rrezikosh bukën, ti do të rrezikosh bukën e fëmijëve, ti do të rrezikosh të ardhurat e shtëpisë. Pra, kjo na bën që këtu të mos angazhohemi, sepse kemi frikë nga rreziqet që i kanosen individit, në qoftë se do të vihet në kërkim të organizimit për shtetin, ndërsa në stadium nuk ka përgjegjësi. E tjetra, që është shumë e rëndësishme, shqiptarët janë tradhtuar historikisht dhe kanë pas vazhdimisht për gjatë historisë tyre kanë pas lider që i kanë shit, i kanë tradhtuar, i kanë lënë mes rrugës. Dhe kjo ka krijuar një lloj traume historike, e cila i bën shqiptarët që të mos kenë besim tek askush. E kam bërë test edhe me kanalin këtu. Kujdesem shumë që të mos shqetësoj apo mos të prek, apo që të jem shumë racional dhe kujdesem shumë për çdo fjalë që unë e nxjerr nga goja, që të mos lëndoj askënd. E megjithatë, vijnë njerëz të cilët shkruajnë edhe kur nuk ka argument të kundërshtoj atë që thua ti, ai thot, edhe ky është i poshtër, edhe ky është i fliqësir, edhe ky rrin bën gam gjithë ditën në internet. Pra, ai është individi i lig, dembel, i poshtër, hileqar, tinzar, xheloz, i cili nuk e shef dot të mirën që e bën tjetri. Sigurisht kjo mua nuk më shqetëson, sepse mua një shtaz nuk më shqetëson vetëm fakti si është e mundur që dikush t'ja bëj vetes me hile dhe të konsideroj zgjimin e njerëzve, ta konsideroj llapa në internet. Pra, profesor, pedagog, doktor, mësues, filozof, teoricien, këta që kanë njerëz të cilët bëjnë gam. Sepse shtaza dhe gomari mendojnë që punë është vetëm kur mban dru, sepse gomari ka mbajt dru gjithë jetën e vet, dhe dru do të mbajt derisa të vdesi. Prandaj ai thot, nuk thot Kreshniku po bën një përpjekje për të zgjuar njerëzit, nuk ka rëndësi e bën mirë apo e bën keq. Ai thot Kreshniku bën llapa. Ti nuk e punë tjetër, thot, vetëm të flasësh dhe t'japësh mend. Ai thot punë është vetëm që të mbash dru. Punë është që vetëm të heci gomari dhe të punoj. Pra, kjo lloj pjese e shoqërisë tonë, që është e smur, kjo është pjesë kancerogjene, është e smur, është e pisët, është e ndyrë, është xheloze, kjo e prish gjithë shoqërinë dhe e ndalon gjithë shoqërinë të organizohet. Është një lloj si qumshi kur zihen, një pikë pislëk të bi brenda, apo një pikë limon, lëng limoni, apo gjithçka tjetër, prishet gjithë qumshi, shkon, bëhet hir. Ne nuk po ja dalim si shoqëri që t'i lokalizojmë dhe t'i amortizojmë celulat kancerogjene, apo ato qelizat kancerogjene të këtij populli. Dhe ata me agresivitetin e tyre i ja dalin të hedhin në erë çdo lloj tentative për të zgjuar njerëzit. Unë po e bëj me pjesën time modeste, kaq di të bëj. Unë jam më pak i dituri se nga të gjithë ju, ato që di ama do t'ja them njerëzve. Unë jam student i përjetshëm, nxënës i përjetshëm dhe do të mësoj derisa të vdes. Këtë duhet të bëj secili prej jush. Ai që e pëlqen këtë e shikon, ai që se pëlqen nuk e shikon dhe largohet. Ne duhet t'i amortizojmë qelizat kancerogjene, sepse janë aq të shumta dhe janë aq të ndyra sa e prishin të gjithë qumshtin, e prishin të gjithë bukurinë, e prishin të gjithë energjinë e këtij kombi. Pra, jemi tradhtuar historikisht dhe njerëzit nuk kanë më besim tek askush. Dhe sa po del dikush që nuk është i bërë pis, e bëjnë pis të pistët, ndërsa të mirët nuk kanë fuqi t'i ndalojnë të pistët që ta bëjnë pis të pastrën. E kuptuam? Nuk e di nëse biseda po merr nocion filozofik, sepse po flasim për identitete, po flasim për psikoemocion,
po flasim për psikoanalizë, po flasim për përjetimet e thella të shqiptarëve, për ndërgjegjen kolektive dhe ju kërkojnë ndjes nëse në momente të caktuara biseda merr trajta filozofike apo psikoemocionale. Por unë po përpiqem që ta thjeshtoj bisedën me terma që mund ta kuptoj edhe çdo njeri i më i thjeshti që mund të di të kuptoj rrokjet në gjuhën shqipe. Nëse ne do t'ja dilnim të organizojmë këto fuqi tona strategjike, nuk ka fuqi në botë në shkel. Diaspora do të bëhet një fuqi e jashtëzakonshme energjike, shqiptarët jashtë vendit do të sillin investime në trojët shqiptare, do të bënin lobim dhe mbështetje politike për Shqipërinë dhe shqiptarët, sepse po ta ndjejnë se ka një projekt serioz kombëtar dhe jo vetëm emocione sportive, ata do të lëviznin. Por kjo nevojitet të kemi një popull të vetëdijshëm dhe vetëdia ka nevojë për arsim. Ka nevojë që të flasim një 10.000 si puna ime të flasim çdo ditë për këtë, me 1.000, me 10.000, me 50.000, me 40.000 njerëz. Dhe këtë t'ja tregojmë pjesës tjetër shqiptare. Që të kuptojmë se lumturia jon një herë në 3 vjet apo një herë në 2 vjet kur fiton kombëtarja gjysmë ore, 1 orë, nuk është e mjaftueshme. Lumturinë duhet ta zgjasim. Që të zgjatet lumturia, duhet kuptojmë pse kemi çaluar dhe pse nuk prodhon fabrika jon kombëtare, pse nuk prodhon lumturi konstante për antarësinë e kombit, por kemi lumturi të qalë. Kemi edhe një kurth tjetër, të cilin e ka ndërtuar sistemi. Më dëgjoni me kujdes se këtu është femra e akilit. Ndërritja e ndërgjegjes kombëtare është si paraja. Çfarë do të thotë si paraja? Kur ka inflacion, humbet vlerën. Krijimi i emocionit inflacionist kombëtar duke shkaktuar inflacion kombëtarist e shkatëron idealin dhe ndjenjen kombëtare. Dhe paria anti-shqiptare dhe të gjitha qarqet anti-shqiptare, unë s'jam kërkim të armiqve, por i kemi këtu fatkeqësisht brenda. Paria anti-shqiptare e kombit ton, e cila ka gjetur historikisht më kollaj të shitet se sa të zgjoj popullin e vet. Unë për shembull i kthej përgjigje dikujt i cili nuk i pëlqen kjo që i bëj unë dhe i them, unë e kam më të lehtë të shitem dhe të bëj ty llokma, se sa të flas këtu dhe të bëj llapa nga mëngjesi deri në darkë me zgjuar ratin tap nga gjumi. Ti që hedh vetëm vrerë. Unë e kam më kollaj të shitem. Ti prap do komentosh, nuk shitesh të thu sepse nuk të blek kush, sepse unë çfarë do që të bëj. Ti je i lig. Këtë të ligun që na prish qumshtin me një pikë, duhet ta presim dhe ta shkulim nga rrënjët, sepse është kanceri që po na zhduk dhe është me mision nga paria antikombëtare dhe nga qarqet antikombëtare që kontrollojnë kombin. Çfarë ndodh? Nëpërmjet krijimit të inflacionit nacionalist apo kombëtarist, synohet shkatërimi i kauzës kombëtare. Si bëhet kjo? Kjo bëhet kur dalin lloj prostitutash, ju kërkoj falje për ndjes për fjalorin, por unë duhet i them gjërat ashtu siç janë, sepse nuk kam më kohë. Kur del lloj rrugaçi dhe rrugaçeje që flet për kombëtarizëm dhe është krijesa më antikombëtare, kjo lind dyshime në popull dhe i bën njerëzit që të urrejnë kauzën kombëtare. 2. Hapja e 500.000 shoqatave adheu kombëtari, shqipoja me 2 krah, krah të shqipes, shqipet e krahve, nga lloj mashtruesi, të financuar nga Serbia dhe qarqe të caktuara në Greqi dhe qarqe të caktuara rajonale, të cilat e vendosin kauzën shqiptare në duart e një të shituri, i cili duhet bërtas adheu kombi, rrof Shqipëria, rrof kjo, dhe në fund fare ti bëj gozhdën dhe ti hedhi helmin.
Ky është duke folur lloj-lloj rrugaçi, lloj-lloj ordineri, lloj-lloj hajduti, lloj-lloj imorali për çështje të mëdha kombëtare, atëherë krijohet inflacioni kombëtarist, i cili e bën shqiptarin të mos besoj më në kauzë kombëtare, por të besoj vetëm tek ndeshja e stadiumit. Pse? Sepse ndeshja e stadiumit është e vetmja që i jep atij sigurinë që nuk e ka hëngër dhe nuk do ta hajë, që nuk do të tradhtohet dhe nuk do të shitet. Pse? Edhe në rast se është i zgjuar shqiptari, por nuk di shpeshherë ta interpretoj me fjalë atë që mendon. Shqiptari është vetëm shihi nëpër komente çfarë brilantësh janë. Çfarë sensi humori kanë, çfarë sensi tallje kanë, përveç pjesës kancerogjene. Pjesa kancerogjene është kancer, duhet pre, duhet kput. Pjesa dërmuese e popullit, hyni shihni 10 mira komente nëpër Facebook, kanë një sens filozofik, thua këta janë Platon apo Aristotel të gjithë. Kanë një sens tallje të lezetshme, një ironi të hollë, që do të thotë në vetdijen e tij, në thelb, masat dhe ky popull është inteligjent, nuk është budalla. Problemi është që nuk din të zbulojnë një pjesë energjitë e tyre dhe intelektin e tyre ta kanalizojnë në një formë të tillë që i ndihmon ata të gëzohen më shumë se sa një gëzim në një ndeshje futbolli. Një kurth tjetër shumë i rëndësishëm që bëhet është flasim popullit për të shkuarën legjendare. Çfarë bën? Establishmenti mediatik në Tiranë prodhon figura bashkë me politikën, figura të pavarura, të cilat i tërheqin shqiptarët tek e shkuara e tyre e lavdishme. Që do të thotë? Skënderbeu kështu, legjendat kështu, Luftajon kështu, në të shkuarën kështu, Isa Boletini kështu, Naim Frashëri kështu, rilindja kombëtare. Po ku je Adem Jashari, ço Adem, po të pret Prekazi, po të pret Prishtina, po të presin shqiptarët, sa kohë ke pa e pa. O Adem Jashari, po Isa Boletini, po Ismail Qemali, Petronini Luarasi, po Fanoli, po ky, po ai, po Mitat Frashëri, po Medi Frashëri. I marrim shqiptarët, i çojmë dhe i transferojmë tek e shkuara e lavdishme, dhe të njëjtët personazhe, po t'i vini re, kontrollojni, nuk flasin kurrë asnjë fjalë për krizën e të tashmes dhe kush janë shkaktarët e saj. Pse? Këtë ja lëm se e bë Kreshnik Osmani këtë. Pse ta bëj unë? Unë marr like, marr 10.000 like, marr 50.000 like, i bëj qefin shqiptarëve, u angreh orgazmat patriotike, kështu kanë qenë pellazgët, kështu kanë qenë ilirët, kështu ne jemi të partë e botës, kështu ne flasim shqip, kështu flet e gjithë bota shqip, por ai nuk thot kur Edi Rama është vllai i Vučićit, se ja presin veshët. Kush e thot? Nuk pse ta them unë thot, e thot Kreshnik Osmani, bëhet Kreshniku burri lig dhe i ha unë të sharat pastaj. Kuptoni kurthin. Patronazhistët lartë kanë një ushtri të madhe me identitete falso që hyn Facebook dhe të pështyjnë gjithë ditën. Pse? Sepse Kreshniku nuk i mban njerëzit me orgazma patriotike, por u tregon se ku e ke plagën. Unë i them, kjo kast politike 1, 2, 3 me emër, me mbiemër, po ju shkaktojnë dhimbjet tuaja. Kurse ai është hero kombëtar, sepse i del shqiptarëve dhe i thot, Isa Boletini ka qenë burri mirë, Ismail Qemali ka qenë burri madh, Hasan Prishtina, dhe ata kanë qenë burrat më dhe sigurisht. Skënderbeu kështu, ka luftu kështu, ka luftu ashtu, kështu është vra ky, kështu është vra ai, kështu është helmu Petronini Luarasi, kështu tha ai tjetri, merreni gjakun tim dhe bëjeni boj që të shkruhen gërmat shqipe, historitë mrekullueshme. Por qëllimi i këtyre individëve është të krijojnë
një masë emocionale historike e cila karikon popullin emocionalisht dhe më pas e kalon këtë masë emocionale të këtë njëjtët njerëz që po shkatrojnë kombin shqiptar. Sepse ata nuk flasin kur se kush është përgjegjës sot. Ata flasin për lavdin e Pellazgëve dhe të Ilirëve, për lavdin e Skënderbeut, për lavdin e rilindjes kombëtare, për lavdin e njerëzve të mëdhenj që ka prodhu ky kombë dhe kjo tokë, por kur nuk përmendin Edi Ramën, Sali Berishën, Ilir Metën, sepse i thon popullit, unë nuk dua të merrem me politikë. Kuptoni ju? Se merret Kreshniku me politikë dhe ha unë gëlbazën pastaj, ha unë vështymën. E kuptoni lojën? Pse? Se Kreshniku bie të gjithëve, se Kreshniku i shat gjithë, se Kreshniku i duket vetja i mençur dhe i ha unë. Pse i ha unë? Sepse mua më duhet që të mos lë ty në orgazmën dhe drogën që prodhon sistemi nëpërmjet individëve dhe shoqatave caktuara, që të të marrin ty, të të eksitojnë, të të fusin në turma, të të marrësh me shqiponjë gjithë ditën dhe të flesh gjumë i droguar. Unë dua të të zgjoj dhe i ha unë për shtymat. Çfarë thot ai? Ju politikanët jeni të gjithë biputanash, kurse ky është burr i mirë se ky s'merret me politikë. Ai është duke ja lujt nënën politikës. Por e bën me dhelpëri dhe me dinakri, sepse nuk ka qenie mbi tokë që nuk bën politikë. Është mashtrim i madh. Nuk ka krijesë mbi tokë që nuk merret me politikë. Dëgjojeni nga Kreshniku këtë modestisht. Edhe ai që nuk merret me politikë është duke bërë politikë. Po si po bën Kreshnik mos na filozofo shumë tani. Si po bë ka politikë ai që nuk merret me politikë. Ai që nuk merret me politikë po bën politikën e të mos marrurit me politikë, sepse duke mos u marrë me politikë, paret që i çon në shtëpi janë më të mëdha se sa paret që do të çonte në shtëpi në qoftë se do të merrej me politikë. Pra, është duke ruajtur interesin e anusit të tij dhe jo se është nuk duke u marrë me politikë. E kuptuam lojën. Transferimi i shqiptarëve tek mitologjia e së shkuarës, pa vënë dorë mbi plagët e aktuales, duke u justifikuar se ne jemi kombëtaristë, ne nuk merremi me politikë, kjo është një rrem dhe një mashtrim që tregon se klanet më thellësisht anti-shqiptare kontrollojnë narrativën kombëtariste me qëllim krijimin e inflacionit kombëtarist dhe hedhjen në erë me një bombë atomike të çështjes kombëtare, paralizimin e energjive kombëtare, vrasjen e nervit kombëtar dhe vrasjen e energjive më të pastra që ka kombi, që i ka automatikisht brenda për të siguruar ekzistencën, sepse i madhi Zot i jep njeriu dhe kombeve dhe kolektiveve kombëtariste apo kolektiveve njerëzore me të njëjtën gjuhë kulturë, i jep element dhe u jep siguresa që ekzistojnë, që të ruhen, i jep sistem imunitar. Shkatrimi i sistemit imunitar krijohet në mënyrë gjeniale duke e adresuar, duke e transferuar emocionin kombëtarist, nacionalist tek e shkuara e lavdishme, pa përmendur kur asnjë shkaktar të kësaj krize që po jetojmë sot, kriza e zhdukjes nga ekzistenca në botën e re që po lind, në rendin e ri botëror që po lind. E kuptuam si është loja. Ndaj, ne duhet të dalim tashmë nga kauzat konkrete, nga parullat boshe tek kauzat konkrete. Populli nuk lëviz për atë dhe abstrakt që ekziston vetëm në letër apo në një copë beze të lyer me bojë të kuqe dhe të zezë. Populli nuk lëviz për çështje abstrakte. Populli duhet lëviz për tokën, për pronën, për familjen, për dinjitetin, për pasurinë, për tradhtinë dhe për territorin. Këto janë gjëra të prekshme. Dhe për t'i arritur këto, ka vetëm një mënyrë: organizim shoqëror, kulturor, inteligjent
dhe politik më pas që vjen si rezultat i natyrshëm. Dhe krijohen gjithashtu mekanizma apolitik të cilët merren me vetëdijsimin e popullit dhe janë garancia e politikës. Pra, që politika mos ta tradhtoj popullin, vin elitat intelektuale të cilat i thon popullit në Facebook dhe në YouTube që thot kancerogeni vjen dhe komenton thot qa punë bën ti lapa gjithë ditën në internet. Pra, ai vjen i deleguar nga paria mafioze antikombëtare e Tiranës dhe i thot njerëzve të shumë të komentet që ky kreshniku nuk po bën punë, ky po bën lapa. Pse? Sepse Paris anti-shqiptare nuk i intereson zgjimi i njerëzve, i intereson droga e tyre. Kështu festoni gjithë ditën për ata. Bëni sa doni, luni futboll sa doni, ngreni flamurin sa doni, festoni, pini birra sa doni, nuk u han atyre për asgjë. Ata kanë një frikë, zgjimin tuaj dhe kuptimin e lojës. Ndaj dhe unë bëj këtu lapa, kuptoni? Duhet një narrativ e re kombëtare, duhet veprim dhe jo viktimizim, duhet platform komunikimi dhe mobilizimi, duhen shembuj konkret dhe jo vetëm teori. Kjo krizë me një fjalë mbaron ku shqiptarëve t'u jepet drejtim, besim, qëllim dhe instrument veprimi dhe jo vetëm flamur për festat e kombit. Dhe unë do të dua përgjigjen tënde te komentet, kjo është pyetja e ditës, përpara se t'ju uroj diel të mbar. Ju a mendoni se shqiptarët do ta donin Shqipërinë po të mos ekzistonte Serbia, apo do të krijonin një armik tjetër, qoftë dhe artificial, si nevojë e kundër reagimit ton për të dashur vendin dhe atë dheun ton. Kaq kisha për sot. Shpresoj të mos ju kem bezdis, shpresoj të mos ju kem marrë për kohën tuaj të çmuar. Ju falenderoj të gjithëve për kohën, ju falenderoj për praninë dhe të gjithë ata që na inkurajojnë dhe na thonë fjalë, i mirëpresim kritikat pa diskutim, shpifjet dhe kancerin nuk e mirëpresim, do ta shkulim nga rrënjët. Kancerin dhe celulat e agenturave anti-shqiptare të paguar me para gjaku, me para kartelesh dhe kokaine, do t'i këpusim dhe do të ndjeni dhimbje të tmerrshme. Ju a premtoj këtë. Pjesa tjetër, të gjitha kritikat i mirëpresim, unë mësoj çdo ditë edhe nga njeriu më i vogël prej jush. Paçi një diel të mbar, zhvillime të mëdha nga arena ndërkombëtare nuk kemi marrë, do të ketë në vijim dhe ka shumë zhvillime të mëdha, por ju e dini, pjesën tjetër do ta ndiqni në numrin e ardhshëm.